është një shkencë në vete. Po aty janë të shpjeguara, domethënë përmend nga Bibla të gjitha rastet kur mendohet, se unë thash për shembull për këto simbolet që kemi dhe sot, për shembull, çfarë është kollara? Ke bërë në pyetje çfarë është kollara? Kollara është simboli i gjarpë që na ka lidhur, pra i Zotit. Ky libri nuk është gjë tjetër, ky i vogli, i dyti, nuk është gjë tjetër vetëm se janë marrë 3 kapituj të librit të parë, që janë Zanafilla, Mojsiu dhe Jezu Krishti, të cilat simbolizojnë se cila vete. Prandaj është quajtur Zanafilla, ligji dhe liria. Zanafilla është Zanafill e botës, e cila simas të gjithëve i atribohet Zotit. Zoti është krijuesi etj. Në fakt Zoti nuk është krijuesi. Zoti nuk mund të krijojë. Pse? Sepse nuk është në kontradiktat, ajo krijon vazhdimisht për t'i ngjarë Perëndis, pra për të mbushur, për të plotësuar. Dhe kur nuk ditërisht 10 ditë mbasi Papa i Romës mori këtë libër, e adhuruan, ai del dhe deklaron që Zoti nuk është magjistar që të krijojë. Kjo është, domethënë, konkluzioni më i madh në gjithë këta 20 shekuj që kur është krijuar krishterimi etj. E para herë që nga Vatikani bie një mit, një tabu, ku Zoti konsiderohet si krijues. Nuk mund të bëjë Zoti krimin për të krijuar. Nuk ka krijim pa krim. Duhet të ndash, të presësh, të therrësh, që të ndash dhe të krijosh, ashtu siç bëhet një shtëpi, të presësh murin, tullat e degët e të krijosh diçka. Zoti s'është nevojtar për të kriju. Kështu që ky libër i vogël, i cili mbledh ligjin dhe lirin dhe i personifikon ato me Mojsiun dhe Krishtin, i vën në kontradikt të dy. Liria nuk ka lidhje me eskatologjik i Jezu Krisht, sepse ai tentoi të shëm çdo lidhje që ishte krijuar, pra çdo ligj të krijuar. Bibla nuk flet në mënyrë të drejtë për drejtë, flet gjithmonë me alegori dhe ka disa kode të fsheta të saj të brendshme, sepse unë nuk mendoj që është një libër i ardhur, mendoj që është shkruar nga njerëz me një dieni shumë të lartë dhe vetëm që e kanë bërë në kode. Këtë po thua. Po, e kanë bërë me një alegori shumë të fortë, sepse e kanë bërë njerëz më të zhvilluar se sa ne. Pra, sekretet që ata i quajnë të Biblës, nuk është se nuk ka sekrete Bibla. Bibla ka sekrete, jo vetëm Bibla. Çdo fjali, çdo fjalë që ne shkruajmë ose flasim, ban të gjithë sekretet brenda. Pra gjithë sekreti i botës do mblidhet tek fjala. Dhe nuk është se kjo është fjala e shenjtë ose fjala e Zotit, sepse plakat tona dikur e gjeshin edhe tek brinjët ose tek kockat e pulës etj. Se çfarë do ndodhi siç është. Kjo do të thonë që e gjithë bota funksionon si një e tërë, pra si një hologram. Hologram do të thonë që gjithçka që ndodh thu do ndodh atje, dhe gjithçka që do ndodh se s'bën. Dhe të gjitha këto shkruhen ose reflektohen në çdo moment dhe lëvizje të jetës sonë, në çdo objekt dhe qenie të gjallë të jetës sonë. Pra, njeriu kur t'i hapen syt, si thosh, kur t'i hapet syri i tretë, që i shivës që thonë, pra gjëndra pineale, do shoh gjithçka dhe do ta shoh kudo. Sot kjo gjë është e kufizuar dhe mundohen të kapin Biblën etj. Për ta gjetur të vërtetën. Bibla i ka të gjithë vërtetat brenda. Por mënyra e interpretimit të saj është krejt e gabuar, sepse fillon krejtësisht në mënyrën materialiste të gjykimit të saj. Çdo gjë që gjykohet materialisht është një gjykim si përfaqësor ose perceptiv, që do të thonë i përcip. Nuk është gjykim i thellë. Nuk është se mendimi perceptiv
si përfaqësor materialist, sepse vetë gjykimi ynë është materialist, nuk ka të vërtetë brenda. Ka, por është gjysma e të vërtetës. Dhe gjysma është gjasme e vërteta. E vërteta e thellë ndodhet poshtë sipërfaqes. Dhe duke përfshirë sipërfaqen, pra e vërteta është një e tërë. Në qoftë se ne ndajmë me gjysma, me atë që shohim, me atë që prekim, shënthomaj, po nuk të preka, tha, në dorë, unë nuk të besoj që i e vërtetë. Në fakt, e vërteta është krejt ndryshe. E vërteta sot, aktualisht, me daljen e mendimit materialist shkencor e tjera, është fshehur. Ajo që ishte mitik, është bërë mistik, është bërë do më thënë, e munguar. E vërteta është e shtime mre, e futur brenda, dhe ne e quajmë mistika e tjera. Edhe pak a shumë nuk i besojnë. Unë mendoj që librat e shenjtë janë një ndërhyrje në matricën e krijuar nga krijuesi, është një ndërhyrje nga sfera më të larta të zhvilluara, ose brenda dimensionit ton, nga yjsi të tjera, ose nga dimensione të tjera, të cilët kanë kaluar ato faruollat, ose muret e zjarta, kanë hyrë në dimensionin ton dhe pjesë të veçanta të dimensionit ton, ata i shfrytëzojnë për interesat e tyre. Sepse e kam shpjeguar edhe përpara, universi është një hologram, janë dimensione, fluska të fusura brenda fluskave të tjera, sepse ato ekzistojnë mbi bazën e vibrimeve të ndryshme. Unë me anë të fjalës, me anë të shqipes, gjuhës shqipe, kam marrë në analizë të gjitha emrat që shkruan në Bibël, Izraeli, Jeruzalemi, Jezu Krishti, Jehovaje, këta dio, dhe i zbërthejnë nëpërmjet simbolit dhe shqipes, dhe çuditërisht mua më dalin krejt të kundërta me ato që predikon sot kisha, që predikojnë sot shumë filozofë, që predikon sot për shumë shkenca. Pse? E vërteta nuk mund të jetë shkencore, të paktën e kësaj shkence si përfaqësore ose materialiste që ne aplikojmë dhe mësojmë nëpër shkolla. Fakti është që edhe programet shkollore po bien. Vetë shkenca është, duke qenë materialiste, është i bindet ligjit mohimit. Çdo 10 vjet ne mohojmë ato që kemi thënë. Për të pohuar një të re, e cila shumë shpejt vjetrohet për të mohuar. Ky është ligji materialist i mohimit, i cili nuk mund të çojë tek e vërtetë. E vërteta është krejt ndryshe. Por, pa e anashkaluar edhe këtë pjesë materialiste, duke e përfshirë ose integruar brenda vetës. Po të themi, të fillojmë nga Adami për shembull. Adami, që është njeriu i parë, thonë të gjithë, Zoti e identifikojnë me gjithë çka e bën. Ai është asht i dami. Asht ba dam, thot gjuha shqipe. Kjo është pjesa materialiste, që nuk përjashtohet. Por e vërteta është që asht i pa dami, domethënë, Adam, domethënë, i pa dam, se aja është edhe negacion. Pra çdo fjalë e vjetër mban në vetvete të dyja kuptimet, edhe negacionin, mohimin, edhe pohimin. Dhe në qoftë se ne marrim për bazë vetëm negacionin, sepse kjo botë filloi me mohim. Adami dhe Eva mohuan Zotin, hëngrën, mohuan dhe u bë bota. Pra kjo botë është mohuese, prandaj është ligji i mohimit. Aty fillon materia kur Eva njeh burrin e saj dhe burri Adam njeh gruan. Pra, kjo e cila nuk mund të jetojë pa luftë. Prandaj dhe shkruhet që lufta e të kundërtave e tjera, ligji i mohimit e tjera. Po pikërisht pra këtu fillon, se tu është formatohet funksioni diferencues i korteksit të trurit tonë. Dhe në qoftë se truri ynë, mendimi, se vetë fjala mendim është menda, mendo dhe menda është e njëjta, pra bëhet ndarës, vetë ndarja është ndyrje ose është konflikt. Prandaj bota nuk shpëton dot nga konflikti, sepse gjithçka i bindet mendimit ndarës. Për
para kësaj mendimi nuk ka qenë ndarës, ka qenë unifikues. Po, ma thuj pra djalli në të vërtet kush është? Djalli është mendimi ynë. Mendimi materialist ynë, mendimi superficial i yni. Pra, po të futemi në qeliz, ç'është djalli në të vërtet? Në kohën që ne djallin, sepse këtu është një keq kuptim shumë i madh, në kohën që ne djallin e quajmë të zi ose të kuq, si thua. Dhe Zotin e quajmë të bardhë, ky është i mirë, i themi, ai është i keqi. Atëherë asnjëri as tjetër nuk është as djalli, as Zoti. Zoti, që është omniprezent, omnipotent dhe infinit, nuk mund të mbajë gjysmën e kësaj pune. Kupton? Zoti është në qiell, djalli është në tokë. Pse Zoti në qiell? Qofse Zoti është në qiell dhe toka i paska dalë dore, ai nuk është më Zoti. Zoti është kudo. Por këtë ndarje e bëjmë ne, në të mirë, në të ligë. Dhe këto gjejnë paralelizme ose korrespondenca kudo. Në qoftë se ne do bëjmë një paralelizëm, do ta gjejmë edhe në qelizë. Dhe kudo, megjithëse është edhe në qelizë. Pra qeliza ka dy sisteme, atë anaerob shpërthys, që është mitologjia, dhe sistemin tjetër ose ciklin tjetër aerob, që ne e quajmë cikli i Krebsit, i cili e përpunon këtë, e fillon llogaritjet, fillon ngarkon, si thua, me organelat për ta djegur, për ta përpunuar. Ky është mendimi. Mendimi është ai që frenon, ndan edhe tjera. Kurse shpërthimi, Big Bangu, qelizor, nuk ka kohë. Koha qelizore fillon me mitokondrinë. Pra këtu fillon dhe djallëzimi i punës, si thua, djalli ose diferencë. Çdo diferencë, çdo dallim sjell konflikt. Në çdo shpërthim Big Bangu, që është filmuar, kupton, shifet qendra është gjithmonë blu. Në qendër qëndron hidrogjeni, hidros i hymuni ose geni i ujit, dhe i cili rrethohet nga një zonë e kuqe, aty ku fillon oksigjeni. Oksigjeni nuk është gjë tjetër, vetëm se prodhim i vetë hidrogjeni. Si çdo element tjetër kimik, fuzionimi i hidrogjenit krijon gjithë elementet kimik. Dhe i teti është oksigjeni, i cili digjet. Ai digjet me flakë të tjera. Hidrogjeni është vetëm shpërthys, nuk digjet. Problemi është që në fuzionim krijohen, po kështu krijohen edhe ADN-ja jon. ADN-ja jon nuk është gjë tjetër, vetëm se spirale. Dy serpente që bëjnë spiralen ose shpirtin. Por në qendër të tyre qëndron një hidrogjen i imuniteti, i zënë, i bllokuar, i detyruar që të krijojë spiralet dhe dhorbut.